Konkurenca e pandershme dhe mospasja e një vendqëndrimi për taksit u bë shkak që shumë shoferë të licencuar për këtë shërbim të protestonin përpara Bashkisë së Sarandës. Ata kërkojnë nga ky institucion më tepër kontrolle ndaj taksive të palicencuara, të cilat konkurrojnë në mënyrë të pandershme me ta, duke mos paguar taksa. Kërkesa specifike të ditës sot me janë, qofse një taksist del në pension, ai zotëria ta zvendësoj. Dhe kërkesa e dytë, bashkia mund të caktoj këtë doj. Që nuk duam asnjë taksi të rretheve, nga Konispoli, që kanë 100 gjyra taksi që nuk kuptohet se kujt janë, Gjirokastra, Delvina, Feniki, vina konkurrojnë këtu. Nga momenti që bashkia na jep licencën dhe na e kontrollon, duhet dhe të na rregulloj këtë pjesë. E ka dhënë ligji që të japin licenca pa mas me këto elektrike. Ngrihet ti që ke një hotel dhe shumë mirë që ke, merr 200.000 euro blen 5 makina elektrike dhe i fut tut na konkurrosh ne. Ti nuk quaj hallexhi, nuk quaj pa buksin neve të vetë punësuar. Shoferët e taksive paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, do të përshkallëzojnë protestat. Ta kemi kërkuar, kemi bërë informacioni, kemi thënë asnjëri nga këta nuk e shikojmë të vinë, as të interesojnë për neve. Nuk ka me sens kjo. Po vazhdoj kështu. Merr një elektrike, hajde futu. Okej, në rregull. Atëherë i bie për 10 vjet, se kryetarët ndrohen, i bie për 10 vjet, këtu të jetë 500 taksive. Qyteti taksive. Kjo është hera e tretë që shoferët e taksive në Sarandë protestojnë, ndërsa bashkia nuk ka dhënë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me kërkesat e tyre.